Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV në YouTube, në platformën tonë digjitale, gjithashtu dhe në TikTok, për të komentuar dhe për të diskutuar mbi dinamikat, mbi ngjarjet që ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Në fakt, unë nuk e preferoj lojën e cila në bazë ka ofendimet, ka denigrimet për personalitetin tjetër. Tani, unë i dua banorët të cilët ulen, logjikojnë, studiojnë, përse Big Brother, vllau i madh, sepse Luizi nuk ka shkuar me dëshirën e tij, do të thënë nuk ka shkuar pa ftesë, pse Big Brother, pse vllau i madh e përzgjodhi që Luizeli të jetë pjesë e kësaj shtëpie në këtë pikë të lojës. Në momentin kur ka vajtur dita e 50, në momentin kur aleancat janë krijuar, në momentin kur strategjitë janë krijuar, në momentin kur loja është krijuar, vllau i madh vendos që Luizeli të jetë pjesë e kësaj shtëpie. Janë të pakët realisht banorët të cilët kanë arritur të studiojnë, të logjikojnë dhe të japin një mendim konkret rreth Luizelit dhe arsyes pse Luizi është brenda në këtë shtëpi. Tani, dita e djeshme ka qenë një ditë e mbushur me biseda. Luizi shkon në lule më lule. Do të thënë shkon pjesë në pjesë për të folur me të gjithë banorët dhe për t'i nxjerrë realitetet e tyre, të vërtetat e tyre, që jam i bindur që të martën, ditën e nesërme në Prime, do të diskutohen ngjarje të jashtëzakonshme. Do të diskutohen ndjesi, emocione, fjalë të pathëna dhe Big Brother. Tani, Big Brotheri nuk duhet që a bën Luizi, por duhet ta bëjnë ato vetë sepse ato konkurojnë për 100.000 euro, por e shoh që e kanë shumë të vështirë të futen në lojë. Luizi dje bisedonte me Brikenën. Brikena fatkeqësisht ka krijuar një bindje që në këtë lojë është një Olta Gixhari dhe është krejtësisht kundër Luizit, duke mos e ditur që Luizi nuk është banor. Do të thënë, në vend që Brikena të ulet të logjikon, të studion dhe ta merr Luizin anash dhe ti thot, unë kam arritur këtë konkluz për ty, që ti nuk je banor, që ti do me thënë je një personazh me mision këtu brenda dhe qëllimi jot është të arrish misionin tënd, ndërsa Brikena e luan të moralshmen, se moralshme është në kuptimin e thënë koklartën, e luan vajzën e pakapshme dhe dëshiron nëpërmjet veprimeve, mimikave të saj, të fiton në vëmendjen e Luizit. Ditën e djeshme Brikena ishte në dhomën e make-upit, duke biseduar me Luizin dhe duke i treguar ndjesitë e vërteta që në fakt ajo ka për Mateon. Luizi i fliste fjalë shumë të bukura. I thonte që edhe Kiara ka qenë në këtë bindje që unë nuk them po kurrë, unë nuk dua të merrem me ty, unë nuk dua të jem me ty. Po sot kemi vajzën, kemi ndërtuar jetën dhe Kiara është më e lumtur se kurrë. Po ta pyesja edhe një herë, a do doje të ishe me mua? Thot 5 herë po. Ndërsa ti thot pse thot kaq shumë e maltreton këtë çunin? Pse kaq shumë e denigron këtë djalin? Por si duket Brikena është jashtëzakonisht e bindur që thellë saj, do me thënë në shpirtin e saj, në zemrën e saj, ajo nuk është se ndjen ndonjë emocion të plot për Mateon për t'i thënë po. Luizi arriti ta shqerën atë maskën e Brikenës, duke e nxjerrë në pa një herë që Brikena me Mateon mund ta ketë edhe për loj këtë afrimitetin që ka bërë, sepse ka kuptuar që ka jashtëzakonisht dashuri të madhe, publiku i do shumë si çift dhe normalisht brenda asaj shtëpie Brikena ka kapacitetin për ta përdor këtë gjën dhe për të arritur qëllimin e saj, që qëllimi i saj është që ajo të ketë një lidhje e shpirtërore, jo lidhje fizike, me një djalë dhe të arrijë suksesin dhe qëllimin që ajo dëshiron të arrijë. Brikena e ka kuptuar deri diku, do me thënë, qasjen e Luizit. Ajo dëshiron që Luizi t'i jep vëmendjen, dëshiron që Luizi t'i jep fokusin, të merret me të, sepse Brikena e logjikon, thot jashtë unë fuqizohem,
të qëndruarit me Luizin mua më bën jashtë shumë të fortë dhe publiku krijon krejtësisht një fotografi tjetër për mua. Do me thënë, ai tenton pafund të flet me Brikenën, tenton pafund që t'i thot Brikenës që ti duhet ta pranosh Mateon, sepse Mateo të don me shpirt, Mateo të ka në zemër. Do me thënë, Luizi ka hyrë realisht si një ëngjëll, le ta quajmë kështu, për të rregulluar rrugtimin e këtyre banorëve dhe për t'i futur brenda në lojë, sepse kanë mungesë të kësaj gjëje. Realisht kanë mungesë të lojës së tyre. Kanë mungesë se si ta orientojnë lojën, si ta krijojnë lojën dhe si ta ndërtojnë këtë lojë. Dinamikat janë shumë interesante. Brikena mundoheshte që t'i thotë se unë jam një personazhe e cila luftoj për të qenë e para këtu, pa marrë parasysh si do që të dal prej teje, ose ti del prej meje. Do me thënë është televotimi më i fortë. Më vjen keq që Brikena akoma mendon dhe logjikon se është televotim. Në fakt, unë kam besuar që Brikena edhe mund t'i thot po Mateos, edhe mund të lidhet me Mateon. Nuk e kisha menduar kur se hyrja e një banorit si Luiz Eli, që në fakt ka qenë bombarduesi i këtij formatit, do t'i trëmte kaq shumë këta banor dhe do t'i hiqte edhe nga përditshmëria. Do me thënë, Luizi ka hequr këto nga përditshmëria. Nuk mendojnë më për njëri tjetrin, për shembull Brikena harroi Mateon, u përfshi direkte në lojë. Dhe për këtë gjën, mua më duket shumë e çuditshme për faktin se ku ishin ndjenjat, ku ishin pasionet, ku ishin emocionet, dhe unë mendoj që Brikena me hyrjen e Luizit, kjo është mendimi im, ka treguar që Mateon e ka patur vetëm një djalë i cili t'ia bënte kafen, t'i qëndronte para dhe mbrapa, të merreshte me të në format siç dëshironte ajo. Do me thënë, ka qenë një, le të themi, një përfitim në këtë mes, vetëm për të krijuar spektakël, sepse në bisedën që ajo bëri me Luizin, mua mu duk Brikena shumë e sinqert në ndjenjat e saj, që tha, unë nuk e preferoj Mateon dhe pik, ndërsa dhe Mateo këto ditë ka marrë po këtë bindjen, është shumë i largët, është shumë i ftohtë, është shumë i ashpër. Do të thënë, nuk është më ai Mateo që mundoi t'i përgjërohej Brikenës, ndoshta për faktin sepse ka hyrë një banor shumë i fortë, tani duhet fokusuar banorët në ditën e 50, duhet fokusuar te loja, sepse Luizi po ua merr lojën, Luizi po ndikon në lojë dhe ato në fakt mbeten jashtë asaj. Do me thënë, e shoh që ka një lloj krize mes tyre, por edhe Brikena ka treguar një farë dore që fatkeqësisht nuk është e sinqert në raportin me Mateon dhe në ato ndjesi që në fakt Brikena i thot kundër drejt tij. Kjo ishte analiza ime në bisedën që Brikena ka bërë me Luizin. Dua të marr mendimin tuaj.